fundjavat janë pjesa më e bukur dhe kjo fundjavë na ka sjell në një tjetër qytet dhe në hyrjen e një kështjelle me të njëjtin emër, qytetin e Bukeburgut dhe në kështjellën e Bukeburgut. Kjo këtu është hyrja e kështjellës. Para se të futemi në kështjellë, do themi ja 2 informacione të vogla për qytetin e Bukeburgut, i cili është një qytet shumë afër qytetit të Hanoverit, rreth 1 orë me për afërsi dhe 1 orë e gjys nga qyteti i Dortmundit, me një popullsi prej 20.000 banorësh. Kjo këtu është bashkia e qytetit dhe është kaq e bukur dhe kaq e veçantë. Kjo këtu pra është hyrja për në kështjellën e Bukeburgut, e cila është një kështjellë 700 vjeçare. Kjo këtu mbrapa është kështjella e Bukeburgut, kështjella 700 vjeçare dhe e cila ka kaluar në 3 periudha të ndryshme të rindërtimit të saj. Kështjella është ndërtuar rreth shekullit të 14, quhej kështjella e rrethuar nga uji në atë kohë, më pas rreth 100 vitesh, kështjella u rindërtua me një stil të ri, me stilin Renesans ose stilit të rilindjes së asaj periudhe, dhe më pas për shkak të luftrave në atë periudhë është djegur dhe është ndërtuar në stilin e saj të sotëm, i cili është stili barok. Kështjella është kaq e bukur, ngjyra e saj është shumë e bukur dhe kombinuar sot me diellin është fantastike. Më pëlqen shumë fare. Kjo është periudha ose ambiente në të cilat unë do doja të kaloja një pjesë të mirë të jetës time. Duke qenë se jam rritur gjithmonë me prallat të Disneylandit me princesha. Një tjetër veçori e kësaj kështjelle është që kjo është një kështjellë e banueshme. Në një pjesë të saj vazhdojnë të jetojnë edhe sot familja mbretërore e Bukeburgut dhe pjesa tjetër është e vizitueshme, por është e ideuar dhe për evente. Her pas here bëhen transformohet në salla eventesh, si salla kërcimi. Wow! Dhe është në formën e një rrethi. Sot në fakt, kjo gjithashtu do ishte një sallë performancesh e muzikës klasike. Tani do bëjmë një tur brenda saj. Kjo është pamja e pasme e kështjellës, ku ka edhe një kafene dhe restorant.
Veçori tjetër e kësaj kështjelle është se e rrethuar nga të gjitha anët me ujë, prandaj dhe quhej në fillim Wasserburg ose kështjella e ujit, në ujë më saktë. Jo kështjella prej ujë, por kështjella e rrethuar nga të gjitha anët e saj me ujë. Dhe kështjella ndodhet në mes. Kjo ka qenë edhe një nga format për të ruajtur dhe për të mbrojtur kështjellat më të kaluarën. Kjo këtu është shkolla e kalërimit, që ndodhet shumë afër kështjellës, gjithashtu.